Është skandaloze. Absolut, të dyjat. Vazhdojmë rrim në aktualitet. Vlerë Gjakova, ku do ndali Ku do ndalesh këtë javë? Unë do të ndalem tek ardhja e përfaqësueses së lartë të BE-s Kaja Kallas, që ishte në Ballkanin Perëndimor, por është diçka interesante të cilën shumë pak njerëz e kanë diskutuar apo askush. Unë mendoj që i ka bërë dy skandale të mëdha. Njëra është që përfaqësuesja kur erdhi në Kosovë nuk erdhi për të përfaqësuar apo për të takuar me qeverinë, por për të takuar me përfaqësuesit e partive politike. Kjo është një mesazh shumë i qartë për nga Bashkimi Evropian për të treguar se si janë raportet e brendshme mes Kosovës dhe mes Bashkimit Evropian. Në anën tjetër përmendi që do të takohet me KFOR-in, do të takohet me NATO-n dhe me organizata jo qeveritare që janë pjesë e ngushtë e Bashkimit Evropian. Tjetri skandal që ndodhi është në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku takoi të gjithë përfaqësuesit e institucioneve, në veçantë edhe qeverinë, por nuk takoi partitë opozitare, në veçantë Bashkimin Demokratik për Integrim. Që si e lexoti këtë? Pra, unë mendoj që pazaret të cilat janë bërë mes Bashkimit Demokratik për Integrim dhe me LSDM-n, kjo tregon që është duke marrë një kahje Bashkimit Demokratik për Integrim së bashku me Bashkimin Evropian, sepse në qoftë se dëshiron të vish dhe të bësh takime përmes BE-ja vjen dhe bën takime me gjitha partitë politike dhe me qeveritë, pse duhet ti neglizhoj disa nga partitë politike? Apo në këtë rast, përse nuk dul asnjë nga partitë politike, qoftë në Kosovë, të kërkoj të drejta nga Bashkimi Evropian të tregoj përse është bërë ky diskriminim i brendshëm. Ky është një aktualitet i cili ishte javën që lëm pas, por nuk kemi parë diçka shumë konkrete, qoftë edhe nga Bashkimi Evropian, qoftë nga shtetet e Ballkanit Perëndimor. Por ka një agjendë totalisht ndryshe për Shqipërinë, për Serbinë dhe për Malin e Zi. Pra ata takohen me qeverinë dhe me gjithë partitë qeveritare dhe opozitare. Ky është një aktualitet i cili nuk ka marrë shumë vëmendje tek media tona apo analistët tanë. Okej, interesante kjo se ti na sjell gjithmonë gjërat nga Maqedonia, ose si quhet Maqedonia Veriut. Ku ka çfarë lloj aktualiteti do ndalesh lart? Shiko, në stilin ton. Pikë së pari do të thënë është trajtuar këto ditë, po t'i shpreh mbështetjen edhe sigurisht keqardhjen ton popullit fqinj grek, helen le të themi, po ju e dini shumë mirë që janë mbi gjysma janë me origjinë arbërore, për tërmetin 6.2 ball në Kret. Po pra. Megjithëse ne ju kemi ardhur direkt në ndihmë dhe bravo qoftë për këtë gjë, po gjithsesi nuk kishte me dëm. Nuk kishte dëm të mëdha, po gjithsesi tani le të mos ndodh katastrofa fundi botës që ne të ashtu siç na erdhën në ndihmë për tërmetin ton para 5 vjetësh. Dhe këtë doja ta nënvizoja sepse në fundit jemi vëllezër të një gjaku. Domethënë ata gjysma flasin arvanitasit, flasin shqip, ashtu siç arbëreshtë e Italisë dhe do zoti do njerë bëjmë atë arbërinë e madhe që ndërojmë, po si që kja të parullën aty follow your dreams, vazhdojmë, ende ti ndjekim ëndrat. Në rreth 4 orë zdo gjë është e mundur, por duhet kaloj nga Fredsako, gjëja që pak... Manush, do të përmend një disa gjëra në lidhje me vendin tonë dhe me ngjarje ndërkombëtare. Ngjarjet janë shumë të shpejta dhe në të njëjtin moment ndodhin shumë ngjarje të rëndësishme sot në botë, sepse botës janë tronditur ekuilibrat dhe është duke u rivendosur një ekuilibër i ri dhe në këtë kohë të gjitha kombet përpiqen të zënë peshën dhe vendin e vet për të mbijetuar në epokën e re që po vjen. Në Shqipëri kam përfunduar zgjedhjet para 2 javësh apo jo. Dhe ende nuk ka një qëndrim zyrtar të Shtetet Bashkuara të Amerikës, që siç e kemi thënë, është njëra nga 2 patericat mbi të cilën në mënyrë të domosdoshme duhet të mbështetet çdo qeveri që vjen në Shqipëri. Ka një deklarat nga Departamenti Amerikan i Shtetit që bazuar tek ligjet shqiptare janë shkelur standardet dhe ka pasur intimidim në zgjedhjet. Kjo është deklarat nga Departamenti Amerikan i Shtetit i bërë tek një agjensi e cila ka deklaruar nga ana vet në një podcast i Robert Papës, i cili ka komunikim me email me Departamentin Amerikan të Shtetit dhe ai thotë që kjo ka qenë përgjigja që më ka dërguar për podcastin tim. E kam zyrtare thotë. E dyta, ajo që dua të them, ka ndodhur një ngjarje negative shumë e rëndësishme, botërore, ku nobëshe ajo
ai votimi që nuk kaloi do të vjetë që pandemit t'i menaxhoj OBSH-ja në të gjitha vendet e botës, mos kënë të drejt t'i menaxhojnë shtetet kombëtare dhe ato komitetet e leshit që zgjidheshin këtu, është marrë një vendim me 122 pro që OBSH-ja të menaxhoj pandemit në çdo shtet të botës dhe më duket me 6 abstenime. Nuk e di Shqipëria se ku ndodhet, po sigurisht ka qenë ndër vendet e para që ka futur këtë iniciativë para 2 vjetësh ku ka nënshkruar që kjo është një ngjarje shumë e rrezikshme që pandemit që këta i organizojnë vetë, ti marrin dhe ti drejtojnë vetë duke i çuar vendet drejt terrorit, lockdowneve të gjata, duke mashtruar dhe duke gënjur, ashtu siç gënjen me ekobiblën e re që është ajo ngroja globale dhe të gjitha në fakt janë teoritë e reja neomaltusiane për depopullim që krijohen që të ketë sa më pak dioksid karboni, sepse domethënë njerëzit janë problemi, madhërgaja është kryesorja. Edhe në kishë, Papa Francesku fliste për madhërgaja, nuk fliste për njeriun si qendra e kishës, po madhërgaja të mbrojmë u bë pap ambientalist. Papa i par ambientalist, prandaj dhe mori emrin e Shën Francesku të kam shpjeguar ta. Gjaja e tretë që desha të theksonja, është një studim i Eurostatit, i cili e ka renditur Shqipërinë. Eurostati është një departament i Komisionit Evropian me qendër Luksemburg, shumë autoritar dhe prestigjos, dhe e ka renditur Shqipërinë ndër vendet më të varfra në Evropë, po dhe në renditjen botërore, është në një renditje më duket mbas 150 vjetës. Pra, në Evropë e kemi koeficientin e varfërisë 47%. Do me thënë, kjo do të thotë që 47% e popullsisë jetojnë në varfëri dhe nga 13 elementet që janë si një simbajtse, matse nga Eurostatit, do me thënë ushqimi, banesa, ngrofja, mundësia për të ngrofur, se ti mund të kesh një banes, por nuk ngrof, se ndes kondicionerin, sepse s'ke lek të paguash. Të gjithë të nxjerrin që 47% Shqipëria nuk plotëson 7 element bazë si asnjë vend tjetër në Ballkan. Si jemi në Ballkan vendosur? Në Ballkan, Serbia këtë treguese ka 30, ne kemi 47. Kush e ka 30 Serbia? Serbia ka shumë më të ulët, gati gjysmë për gjysmë. Kosova kishte 15% më të ulët. Ishte Kosova? Kosova nuk e kam parë, po është Malizi që e ka 32, përsëri e ka goxha më të ulët se ne treguesin e varfërisë. Dhe është dhe Maqedonia, në mos gaboj, është 35, 10 pikë më poshtë se Shqipëria. Pra Shqipëria është më e varfër se të gjitha vendet, pavarësisht se lideri global del dhe flet për sukses. Te thot Eurostati që qeka një organizat serioze po thua. Eurostat është departament i Komisionit Evropian. Tashi, Shqipëria po rrezikon të kthehet në një autokraci.